Në një ditë historike për median e qytetit si ai I 80-vjetorit të Radio Shkodrës, pjesë e saj u bën edhe dy shkolla të mesme të qytetit, Gjimnazi 28 Nëntori që mban titullin Deri I Kombit dhe Gjimnazi Osokuka, të rinj të pritën nga drejtori Jetmir Shpuza. Ata vizituan ambientet e RTS Shkodra për të njohur nga afër historinë, rolin dhe funksionimin e medias publike. Jam rrit një farë mënyre me median sepse kam mamin pedagoge për shkencët e komunikimit edhe për gazetarin. Edhe domosdo media ka kanë gjithmonë pjesë e jetës tonë. Në fakt në orientimin që është bë në kohët e sotme drejt lanëve shkencore më tepër nuk e shoh vetin pjesë, por që më kishte pëlqyer me kanë pjesë gazetarisë. Kjo në ka shtira pare eme, pasi kam kanë edhe te një intervist me zonjën Merita Çoba për një projekt që kena organizuar në Itali, por më duket një ambient shumë interesant, një arkitekturë shumë interesante, veçantë prej arkitekturave të tjera këtu në Shkodër. Po drejt për drejt, se zakonisht vetëm e ndëgjojmë, normal jepet kuriozitetin se si mund duket për brenda, është lezetshëm. Vizita e nxënësve u shoqërua me prezantime dhe shpjegime interaktive, duke sjellë një ndërthurje mes trashëgimisë së pasur mediatike dhe interesit të brezit të ri për gazetarinë, teknologjinë dhe komunikimin. Mendoj se ishte një eksperiencë e bukur, u njoha me mënyrën se si funksionon radioja, televizioni etj. Një eksperiencë që mendoj që do të duhet për të ardhmen. Një vizitë që na vlen për të ardhmen dhe të vendosim më shumë për të ardhmen që të vazhdojmë një punë. Vizitë e bukur, s'kam qenë ndonjëherë këtu, nuk kam qenë ndonjëherë këtu, këtë vend, por mendoj se është një vend shumë I bukur edhe mund vinë domethënë njerëz me vizituar. Me këtë aktivitet simbolik, 80-vjetori e Radio Shkodrës nuk u përkujtua vetëm si një datë kalendarike, por si një urë mes të shkuarës dhe të ardhmes, mes zërave që ndërtuan dhe atyre që mund ta pasojnë.